Dentisti më këshillon të përdori fi dentare çdo ditë. Dentisti më këshillon të përdori fi dentare çdo ditë. Unë kam një dhëmbë që më dhem shumë. Unë kam një dhëmbë që më dhem shumë. A mund të bëni një rezatim? A mund të bëni një rezatim? Pasta dhëmbore është e rëndësishme për higjienën. Pasta dhëmbore është e rëndësishme për higjienën. Më duhet një mbushje për këtë vrim. Më duhet një mbushje për këtë vrim. Anestezia nuk do të dhem fare. Anestezia nuk do të dhem fare. Dentisti pastroi dhëmbët e mi me kujdes. Dentisti pastroi dhëmbët e mi me kujdes. Gjumi i urës është shumë i shtrenjtë. Gjumi i urës është shumë i shtrenjtë. Më presin një dhëmbë të mençur. Më presin një dhëmbë të mençur. Stuhia e dhëmbëve është e rëndësishme për fëmijët. Stuhia e dhëmbëve është e rëndësishme për fëmijët. Më duhet të përdor një shpëlar goje. Më duhet të përdor një shpëlar goje. Zgjimi i dhëmbëve më bën shumë frikë. Zgjimi i dhëmbëve më bën shumë frikë. Kavolet shkaktohen nga sheqeri. Kavolet shkaktohen nga sheqeri. A mund të ndizni dritën, ju lutem? A mund të ndizni dritën, ju lutem? Përkuluni më afër, ju lutem. Përkuluni më afër, ju lutem. Plomba e re duket shumë mirë. Plomba e re duket shumë mirë. Përplasja e dhëmbëve është një problem. Përplasja e dhëmbëve është një problem. Kujdesi dhëmbor duhet të jetë i rregullt. Kujdesi dhëmbor duhet të jetë i rregullt. Ndjeni dhimbjen kur shtypni këtu? Ndjeni dhimbjen kur shtypni këtu? Koha e takimit është në orën 3. Koha e takimit është në orën 3. Dentisti nuk vjen në orën e takimit. Dentisti nuk vjen në orën e takimit. A dhem shumë kur hapni gojen? A dhem shumë kur hapni gojen? Pse nuk keni bërë një kontroll më parë? Pse nuk keni bërë një kontroll më parë? A mund të më ndihmoni, ju lutem? A mund të më ndihmoni, ju lutem? Nuk dua një injeksion. Nuk dua një injeksion. A ka dhëmbë që duhen tërhequr? A ka dhëmbë që duhen tërhequr? Ku është dhoma e pritjes? Ku është dhoma e pritjes? A është e nevojshme të bëj një rezatim? A është e nevojshme të bëj një rezatim? Nuk kam frikë nga stërvitja e dhëmbëve. Nuk kam frikë nga stërvitja e dhëmbëve. A mund të paguaj me kartë? A mund të paguaj me kartë? Kur do të më kaloj dhimbja? Kur do të më kaloj dhimbja? Nuk e kuptoj pse më dhemb akoma. Nuk e kuptoj pse më dhemb akoma. A ka një problem me dhëmbin tim të mençur? A ka një problem me dhëmbin tim të mençur? Pse duhet të presim? Pse duhet të presim? A është normal të gjakos pas nxjerrjes?
A është normal të gjakos pas nxjerrjes? Nuk më pëlqen shija e anestezisë. Nuk më pëlqen shija e anestezisë. A mund të vi për një kontroll të shpejtë? A mund të vi për një kontroll të shpejtë? Ku i kam lënë recetat? Ku i kam lënë recetat? A ka ndonjë kufizim pas operacionit? A ka ndonjë kufizim pas operacionit? Nuk kam nevojë për një kuror tani. Nuk kam nevojë për një kuror tani. Dhoma e pritjes është në katin e parë. Dhoma e pritjes është në katin e parë. Ka 2 karrige të reja në zyrën e dentistit. Ka 2 karrige të reja në zyrën e dentistit. Këtu është vendi ku duhet të uleni. Këtu është vendi ku duhet të uleni. Në tavolinë ka shumë mjete. Në tavolinë ka shumë mjete. Kam një takim në klinikën dentare. Kam një takim në klinikën dentare. Një dhëmb i mençur duhet të hiqet. Një dhëmb i mençur duhet të hiqet. Kudo në muret ka afishe për kujdesin dhëmbor. Kudo në muret ka afishe për kujdesin dhëmbor. 4 dhëmb të mi kanë nevojë për mbushje. 4 dhëmb të mi kanë nevojë për mbushje. Pranë dritares është lavaman. Pranë dritares është lavaman. 3 persona janë para meje në radhë. 3 persona janë para meje në radhë. Mbrapa karriges ka një jastëk të vogël. Mbrapa karriges ka një jastëk të vogël. 6 muaj duhet të vizitoni dentistin. 6 muaj duhet të vizitoni dentistin. Në dritë shihen më mirë kavitetet. Në dritë shihen më mirë kavitetet. Kam 5 plomba në gojën time. Kam 5 plomba në gojën time. Përballë meje është dentisti. Përballë meje është dentisti. 10 minuta duhen për një pastrim të shpejtë. 10 minuta duhen për një pastrim të shpejtë. Midis 2 dhëmbëve ka një hapësirë. Midis 2 dhëmbëve ka një hapësirë. 7 fëmijë janë në pritje sot. 7 fëmijë janë në pritje sot. Në anën e djathtë kam më shumë dhimbje. Në anën e djathtë kam më shumë dhimbje. 8 dhëmb të qëndrueshëm kanë djaloshin. 8 dhëmb të qëndrueshëm kanë djaloshin. Im dhëmb i mençur më shkakton dhimbje. Im dhëmb i mençur më shkakton dhimbje. A është kjo e juaja karrige? A është kjo e juaja karrige? Isaj dhëmbi i ri duket shumë mirë. Isaj dhëmbi i ri duket shumë mirë. Jona takimi është në orën 3. Jona takimi është në orën 3. I ti dentisti është shumë i mirë. I ti dentisti është shumë i mirë. Kjo është e imja recetë. Kjo është e imja recetë. E tyre higjiena dhëmbore është e shkëlqyer. E tyre higjiena dhëmbore është e shkëlqyer. A janë këto tuajat rroba speciale? A janë këto tuajat rroba speciale? Isaj mbushje është e re.
I saj mbushje është e re. I juaj fëmijë ka nevojë për një kontroll. I juaj fëmijë ka nevojë për një kontroll. Imja frikë më e madhe është stërvitja. Imja frikë më e madhe është stërvitja. I ti dhëmbi për parmë është thyrë. I ti dhëmbi për parmë është thyrë. A është kjo e jona dhomë? A është kjo e jona dhomë? E tyre koha e takimit është e gabuar. E tyre koha e takimit është e gabuar. I saj dhëmbje rem është shumë i shtrenjtë. I saj dhëmbje rem është shumë i shtrenjtë. I juaj dentist punon në këtë klinikë. I juaj dentist punon në këtë klinikë. I mi dhëmb janë shumë të ndjeshëm. I mi dhëmb janë shumë të ndjeshëm. E juaja anestezi është gati. E juaja anestezi është gati. I ti problem është me dhëmbin e mençur. I ti problem është me dhëmbin e mençur. E tyre pagesa është bërë tashmë. E tyre pagesa është bërë tashmë. Unë vizitoj dentistin çdo 6 muaj. Unë vizitoj dentistin çdo 6 muaj. Shpesh kam dhimbje dhëmbesh pasi ha akullore. Shpesh kam dhimbje dhëmbesh pasi ha akullore. Ndonjëherë haroj të përdor fi dentare. Ndonjëherë haroj të përdor fi dentare. Kur nuk kam qenë në një dentist të tillë. Kur nuk kam qenë në një dentist të tillë. Përherë kam frikë para një takimi. Përherë kam frikë para një takimi. Pas operacionit nuk duhet të hani për disa orë. Pas operacionit nuk duhet të hani për disa orë. Para se të filloj, dentisti më shpjegon gjithçka. Para se të filloj, dentisti më shpjegon gjithçka. Tani është koha për të bërë një rrezim. Tani është koha për të bërë një rrezim. Vonë në mbrëmje nuk ka takime të lira. Vonë në mbrëmje nuk ka takime të lira. Shpejt do të më kaloj dhimbja. Shpejt do të më kaloj dhimbja. Herën e fundit që erdha, kisha një kavitet. Herën e fundit që erdha, kisha një kavitet. Në fillim të çdo vizite bëhet një kontroll i përgjithshëm. Në fillim të çdo vizite bëhet një kontroll i përgjithshëm. Në mes të muajit kam një takim. Në mes të muajit kam një takim. Gjatë pastrimit dëgjoj muzikë në kufje. Gjatë pastrimit dëgjoj muzikë në kufje. Sot më duhet të bëj një mbushje. Sot më duhet të bëj një mbushje. Nesër do të filloj të përdor një shpëlar të ri. Nesër do të filloj të përdor një shpëlar të ri. Dje mora një recet për dhimbje. Dje mora një recet për dhimbje. Çdo të hënë klinika është e mbyllur. Çdo të hënë klinika është e mbyllur. Për një orë do të jemi lirë. Për një orë do të jemi lirë. Në javën e ardhshme kam 2 takime. Në javën e ardhshme kam 2 takime. Çdo mëngjes e laj dhëmbët me kujdes. Çdo mëngjes e laj dhëmbët me kujdes.
Pas drekës, përdor gjithmonë fi dentare. Pas drekës, përdor gjithmonë fi dentare. Në mbrëmje, shpesh haroj të përdor shpëlarën e gojës. Në mbrëmje, shpesh haroj të përdor shpëlarën e gojës. Para se të fle, kontrolloj nëse kam pastruar mirë dhëmbët. Para se të fle, kontrolloj nëse kam pastruar mirë dhëmbët. Her pas here, vizitoj dentistin për një kontroll të rregull. Her pas here, vizitoj dentistin për një kontroll të rregull. Ndonjëherë në mesditë, ha diçka të ëmbël dhe më vjen keq. Ndonjëherë në mesditë, ha diçka të ëmbël dhe më vjen keq. Kur nuk shkoj në shtrat pa e larë gojen. Kur nuk shkoj në shtrat pa e larë gojen. Përherë zgjohem dhe e laj fytyrën dhe dhëmbët. Përherë zgjohem dhe e laj fytyrën dhe dhëmbët. Në fillim të ditës, pi një gotë ujë. Në fillim të ditës, pi një gotë ujë. Pas stërvitjes, ndihem shumë i pastër dhe i freskët. Pas stërvitjes, ndihem shumë i pastër dhe i freskët. Gjatë dushit, mendoj për takimin tim me dentistin. Gjatë dushit, mendoj për takimin tim me dentistin. Në mes të javës, bëj një pastrim më të thellë të dhëmbëve. Në mes të javës, bëj një pastrim më të thellë të dhëmbëve. Shpesh në darkë, përpiqem të shmang ushqimet e ngjitura. Shpesh në darkë, përpiqem të shmang ushqimet e ngjitura. Tani kam një rutinë shumë të mirë për kujdesin dhëmbor. Tani kam një rutinë shumë të mirë për kujdesin dhëmbor. Vonë në natë, ndonjëherë ha diçka dhe nuk e laj gojen. Vonë në natë, ndonjëherë ha diçka dhe nuk e laj gojen. Shpejt pasi zgjohem, bëj gjërat e para të mëngjesit. Shpejt pasi zgjohem, bëj gjërat e para të mëngjesit. Herën e fundit që harrova, më dhembën dhëmbët. Herën e fundit që harrova, më dhembën dhëmbët. Çdo të diel, bëj një kontroll të shpejt në pasqyrë. Çdo të diel, bëj një kontroll të shpejt në pasqyrë. Në fund të ditës, jam i kënaqur nëse kam ndjekur rutinën. Në fund të ditës, jam i kënaqur nëse kam ndjekur rutinën. Para se të dal nga shtëpia, sigurohem që kam furçën time. Para se të dal nga shtëpia, sigurohem që kam furçën time. A mund të më hiqni këtë dhëmbë pa dhimbje? A mund të më hiqni këtë dhëmbë pa dhimbje? Nuk mund të ha ushqime të forta pas operacionit. Nuk mund të ha ushqime të forta pas operacionit. A lejohet të fumohet në dhomën e pritjes? A lejohet të fumohet në dhomën e pritjes? Mund të përdor banjën, ju lutem? Mund të përdor banjën, ju lutem? Nuk di të përdor fi dentare si duhet. Nuk di të përdor fi dentare si duhet. A kam të drejtë të kërkoj një opinion të dytë? A kam të drejtë të kërkoj një opinion të dytë? Mund të zgjedh ngjyrën e mbushjes? Mund të zgjedh ngjyrën e mbushjes? Nuk mundem të hap gojen shumë gjerë. Nuk mundem të hap gojen shumë gjerë. A është e mundur të bëhet një takim urgjent? A është e mundur të bëhet një takim urgjent? Di të kontrolloj nëse kam kavitet.
Di të kontrolloj nëse kam kavitet. Nuk lejohet të hyni me shoqe në kabinet. Nuk lejohet të hyni me shoqe në kabinet. A mund të marr një kopje të rrezatimit? A mund të marr një kopje të rrezatimit? Nuk di nëse mund ta përballoj dhimbjen. Nuk di nëse mund ta përballoj dhimbjen. A kam mundësi të paguaj me këste? A kam mundësi të paguaj me këste? Mund të ndihemi lirë të bëj pyetje. Mund të ndihemi lirë të bëj pyetje. Nuk mund të vi në takim të nesërmen. Nuk mund të vi në takim të nesërmen. A është e lejuar të telefonoj gjatë konsultimit? A është e lejuar të telefonoj gjatë konsultimit? Di të dalloj kur një dhëmb më dhem. Di të dalloj kur një dhëmb më dhem. Nuk mund të pres më shumë se një orë. Nuk mund të pres më shumë se një orë. A kam aftësinë të përdor këtë aparat në shtëpi? A kam aftësinë të përdor këtë aparat në shtëpi? Pëlqej shumë dentistin tim sepse është shumë i butë. Pëlqej shumë dentistin tim sepse është shumë i butë. Nuk më pëlqen shija e pastës dhëmbore të mentolit. Nuk më pëlqen shija e pastës dhëmbore të mentolit. Preferoj të bëj kontrollet çdo vit sesa kur më dhem. Preferoj të bëj kontrollet çdo vit sesa kur më dhem. Më pëlqen më shumë pasta dhëmbore me shije lule shtrydhe. Më pëlqen më shumë pasta dhëmbore me shije lule shtrydhe. Nuk dua një injeksion, është preferenca ime. Nuk dua një injeksion, është preferenca ime. Dëshiroj një mbushje të bardhë, jo argjendi. Dëshiroj një mbushje të bardhë, jo argjendi. Më pëlqen të dëgjoj muzikë gjatë pastrimit të dhëmbëve. Më pëlqen të dëgjoj muzikë gjatë pastrimit të dhëmbëve. Nuk më pëlqen ndjesja e dridhjeve nga stërvitja. Nuk më pëlqen ndjesja e dridhjeve nga stërvitja. Preferoj takime në mëngjes sesa në mbrëmje. Preferoj takime në mëngjes sesa në mbrëmje. Më pëlqen kur dentisti më shpjegon çdo hap. Më pëlqen kur dentisti më shpjegon çdo hap. Nuk dua kur më thon, nuk do të dhem fare. Nuk dua kur më thon, nuk do të dhem fare. Dëshiroj të kem dhëmb të shëndetshëm dhe të bardhë. Dëshiroj të kem dhëmb të shëndetshëm dhe të bardhë. Më pëlqen më shumë karrigia moderne e dentistit. Më pëlqen më shumë karrigia moderne e dentistit. Nuk më pëlqen aroma e fortë e shpëlarës së gojës. Nuk më pëlqen aroma e fortë e shpëlarës së gojës. Preferoj të paguaj menjëherë sesa të kem borxh. Preferoj të paguaj menjëherë sesa të kem borxh. Më pëlqen ideja e kurorës porcelani. Më pëlqen ideja e kurorës porcelani. Nuk dua të ndjej asnjë dhimbje gjatë trajtimit. Nuk dua të ndjej asnjë dhimbje gjatë trajtimit. Dëshiroj të gjej një klinik afër shtëpisë sime. Dëshiroj të gjej një klinik afër shtëpisë sime. Më pëlqen kur infermierja është e qetë dhe e sjellshme. Më pëlqen kur infermierja është e qetë dhe e sjellshme.
Nuk më pëlqen të pres shumë në dhomën e pritjes. Nuk më pëlqen të pres shumë në dhomën e pritjes. Hapni gojën shumë gjerë, ju lutem. Hapni gojën shumë gjerë, ju lutem. Mos ha asgjë për 2 orë pas mbushjes. Mos ha asgjë për 2 orë pas mbushjes. Përdorni këtë shpëlar çdo mbrëmje. Përdorni këtë shpëlar çdo mbrëmje. Lani dhëmbët tuaj të paktën 2 herë në ditë. Lani dhëmbët tuaj të paktën 2 herë në ditë. Mos u shqetësoni, nuk do të dhem shumë. Mos u shqetësoni, nuk do të dhem shumë. Mbajeni gojën të hapur për disa minuta. Mbajeni gojën të hapur për disa minuta. Mos pini ushqime të nxehta pas anestezisë. Mos pini ushqime të nxehta pas anestezisë. Kthehuni për një kontroll pas 1 jave. Kthehuni për një kontroll pas 1 jave. Shpëllakoni mirë pasi të keni përdorur fi dentare. Shpëllakoni mirë pasi të keni përdorur fi dentare. Mos harroni takimin tuaj të nesërm. Mos harroni takimin tuaj të nesërm. Uluni në karrige dhe relaksohuni. Uluni në karrige dhe relaksohuni. Mos përdorni furçën e dhëmbëve shumë fort. Mos përdorni furçën e dhëmbëve shumë fort. Tregojini dentistit nëse ndjeni dhimbje. Tregojini dentistit nëse ndjeni dhimbje. Mos lëvizni për disa sekonda. Mos lëvizni për disa sekonda. Lexoni këto udhëzime me kujdes para operacionit. Lexoni këto udhëzime me kujdes para operacionit. Mos flisni për 30 minuta pas trajtimit. Mos flisni për 30 minuta pas trajtimit. Prisni në dhomën e pritjes derisa t'ju thërasin. Prisni në dhomën e pritjes derisa t'ju thërasin. Mos pini alkool për 24 orë. Mos pini alkool për 24 orë. Nënshkruani këtu për leje për trajtimin. Nënshkruani këtu për leje për trajtimin. Mos e prekni zonën me gjuhën tuaj. Mos e prekni zonën me gjuhën tuaj. Dhëmbi i ri është më i bardhë se ai i vjetër. Dhëmbi i ri është më i bardhë se ai i vjetër. Kjo klinik është më e pastër se ajo ku shkoja më parë. Kjo klinik është më e pastër se ajo ku shkoja më parë. Anestezia e re është më e efektshme se ajo e dikurshme. Anestezia e re është më e efektshme se ajo e dikurshme. Dhimbja e sotme është më pak e fortë se e djeshmja. Dhimbja e sotme është më pak e fortë se e djeshmja. Stërvitja me këtë aparat është më e shpejtë. Stërvitja me këtë aparat është më e shpejtë. Furça elektrike është më e mirë se ajo manuale. Furça elektrike është më e mirë se ajo manuale. Kjo mbushje është më e rezistente. Kjo mbushje është më e rezistente. Dhëmbi i mençur është më i madh se të tjerët. Dhëmbi i mençur është më i madh se të tjerët. Kujdesi dhëmbor tani është më i lirë se para 10 vitesh. Kujdesi dhëmbor tani është më i lirë se para 10 vitesh.
Kjo pasë dhëmbore është më e butë për dhëmbët e ndjeshëm. Kjo pasë dhëmbore është më e butë për dhëmbët e ndjeshëm. Rreziku i kavitetit është më i lartë tek njerëzit që hanë shumë sheqer. Rreziku i kavitetit është më i lartë tek njerëzit që hanë shumë sheqer. Takimi i mëngjesit është më i përshtatshëm për mua. Takimi i mëngjesit është më i përshtatshëm për mua. Kjo anestezi vepron më shpejt se ajo. Kjo anestezi vepron më shpejt se ajo. Dhëmbi im i thyer duket më keq se dje. Dhëmbi im i thyer duket më keq se dje. Kjo metodë është më pak e dhimbshme. Kjo metodë është më pak e dhimbshme. Dentisti im i ri është më i përpikt. Dentisti im i ri është më i përpikt. Kjo shpëlarë e re ka një shije më të mirë. Kjo shpëlarë e re ka një shije më të mirë. Koha e pritjes është më e gjatë se sa mendova. Koha e pritjes është më e gjatë se sa mendova. Kjo kuror porcelani është më e natyrshme në dukje. Kjo kuror porcelani është më e natyrshme në dukje. Numri i kavitetëve të mi është më i vogël këtë vit. Numri i kavitetëve të mi është më i vogël këtë vit.